Përshëndetje trajner dhe mirë se vjen në Radio Dugacini. Përshëndetje për juve dhe për të gjithë ndëgjuesit e radios më të madhe shqiptare. Trajner, ditën e djeshme në një derbi arritët ta fitoni trofeun apo ndryshe titullin e 5 në historitë e skuadrës së Dritës, i dyti rresht dhe pikërisht në ndërtimin tënd. Po dishim një moment i jashtëzakonshëm ku kishim përballë rivalin që kishim direkt për objektivin e njëjtë, për titullin kampion. Dhe duke marrë parasysh se i patëm 3 humbje në përballë Ballkanit në këtë edicion, erdhi ndeshja e fundit ku vendoste edhe pyetja për titullin. Një fitore me pesh kampionati, me pesh kampioni, një fitore mjaft e mirë, me shumë agresivitet, me shumë lojë të guximshme nga 2 skuadrat, jo vetëm nga e jona, se edhe Ballkani nuk kishte ardhur se s'kishte nevojë të luajë për barasim. Edhe ne e dinim që barazimi nuk na siguron titullin, po vetëm fitoria. Kështu që ishte një lojë e mirë, një lojë e hapur. Përgëzoj futbollistët e mi për këtë fitore dhe për këtë trofe, me të vërtetë merita më e madhe që tyre. Normal, gjithë jemi pjesë e këtij suksesi, por më meritor që janë gjithmonë futbollistët, derisa e tyre, angazhimi i tyre, sakrifica e tyre, erdh puna që 3 gjëra para fundit të shpallemi kampion. Trajner, apo na zbulon pak a shumë një përpaskenë para kësaj ndeshje, sepse kjo ndeshje ka qenë më ndryshe se herët e tjera dhe është një ndeshje e cila ka pas pesh tepër të madhe për ta vendosur thojse titullin e kampionit, gjë që e fituat jo, por para se të hynit në fushë, cilat kanë qenë fjalët e tua që i ka motivu lojtarët dhe kanë arritur me fitukin të përballë me skuadrën e Ballkanit? E pava ishte mirë që kishim tërë javën në dispozicion për ta përgatitur këtë ndeshje, dhe gjatë tërë javës normal ndihesh presioni, stresi dhe jenë munduar që të jemi më agresiv na si staf teknik, duke rritur ndeshjen, peshën e ndeshjes, duke detyruar çdo futbollist ta merr me seriozitetin më të madh. Dhe kur erdhi dita e ndeshjes në analizë, ka qenë analiza më e shkurtë që kemi bërë ndonjëherë, domethënë vetëm kemi tregu formacionin bazë, ndërpremjes si vendosemi dhe thash djem tërë javën kemi bërtit në servitje, kemi folur, kemi dhënë instruksione, sot nuk është dita dhe koha për të folur, sot është për vepra. Në këto ndeshje vendoset momenti, guximi dhe një pjesë e taktikës. Unë mendoj që guximi dhe dëshira për të arritur objektivin kryesor ishte e jona dhe normal u shpërby gjithaj mund. Thash, të javën kemi bërtisë servitje, kemi dhënë instruksione, kemi punu, kemi bërë analizën, por kur erdhi dita e ndeshjes ne s'kemi folur fare por ndeshjes. Një analizë shumë e shkurtë. Po, më e shkurta ka qenë në çdo ndeshje të këtij edicioni. Trajner, ka pas edhe një atmosferë jashtëzakonshme nga tifozët, gjë që i ka munguar skuadrës së Dritës dhe pikërisht në ndeshjen më të rëndësishme të skuadrës, ata ishin pranuar, por realisht unë besoj që ka qenë një ditë e gjatë edhe para nisjes së ndeshjes. E di që të ka rënë po edhe me shumë tifoz, cilat ka qenë kërkesa e tyre apo ka pasur ndonjë kërkesë pazakont që keni dëgjuar nga tifozët? Realisht unë ruaj distancën gjithmonë. Distanca është faqe barë, ka thënë një fjalë kështu popullore. Nuk kam shumë takime me tifoz, sidomos para ndeshjes nuk duhet takoj askënd. Më duhet përqendrimi maksimal, domethënë nga dreka, përqendrim maksimal me stafin tim në zyre derisa fillon ndeshja. Po ne e dim se çfarë kërkojnë tifozët. Tifozët kërkojnë vetëm sukses. Numri i tyre është shtuar gjyrave të fundit dhe besoj që nuk në ndeshjet e radhës, ose ndeshjet në arenën ndërkombëtare do të jetë edhe dyfishi i këtij numri që ishte dje. Na nuk duhet t'i thasim tifozët me fjalë, por me vepra, me sukses, me angazhim. Unë mendoj që këta futbollistët meritojnë një tifozëri si që janë intelektualët, po edhe intelektualët meritojnë një skuadër si që jemi ne, një ekip që gjithmonë është e uritur për sukses dhe asnjëherë nuk kënaqet me vetveten. Unë mendoj që kemi bërë të lumtur, ata
dhe në ndeshjet e fundit kemi pas shumë mungesa, por pikërisht numri i tyre në stadion, mbështetja e tyre gjatë 90 minutave, qoftë në Gjilan ose jashtë Gjilanit ku kemi qenë si mysafir, kanë qenë të pranishëm, e kanë bërë që edhe ne mos ta ndjejmë mungesën e shumë futbollistëve. Për kënd shkon ky titull? Shire, ka qenë një vit shumë me presion, një vit me shumë sakrificë. Normal këtë do t'ja dedikoja vetes se kem pasur shumë presion që futboll pa presion nuk ka, mirë po në shumë momente në fillim të kampionatit ishte shumë emisione tema se Ramadani nuk din të mbron titullin, duke mos marrë parasysh se nuk asnjë vit ku kanë fituar 3 titull me 3 skuadra të ndryshme para dritës, nuk më dhënë mundësia për mbrojtur titullin, dhe çdo javë që ne çdo takim që humbim ne, dilte tema kryesore se unë nuk di ta mbroj titullin, por ja që një herë më dha mundësia e plot për të mbrojtur titullin dhe arritëm ta mbrojmë, dhe pikërisht ky titull është për mua personalisht. Po ashtu është diçka e bukur trajner, sepse nga me vetësimi i futbollit kosovar, je trajner thjesht i vetëm që ke fituar 5 titull kampion në Kosovë. Për ty, si ndjen, si emri i parë thjesht në histori të futbollit kosovar që i fiton 5 tituj dhe vjen nga një qytet si Shkupi? Kryeqyteti i Dardanis. Kryeqyteti i Dardanis, pa pikë ndryshimi. E para unë plus Zotin edhe falenderoj Zotin që më është mësuar të jem pjesë e futbollit kosovar, kam gjetë veten aty shumë mirë. Çdo trofe ka vendin e vet. Ky është 5 titull kampion, por trofeu i 10 për këto vite që kam punuar në Kosovë. Është një privilegj i madh, por edhe një përgjegjësi e madhe. Normalisht duke falënderuar edhe kolegët e mi që janë në Super League dhe në ligën e parë, por mos me qenë ato shumë mirë nuk isha unë ky që janë. Për shkak që konkurenca e bën vetën, unë e di që puna vendi im duhet mbahet me punë, me angazhim dhe me suksese, jo me llafe, dhe pikërisht në asnjë moment nuk dua të dorëzohem, nuk dua të jem komod, për shkak që secili koleg imi do kishte pas dëshirën të jetë në vendin tim. Nuk është, ajo është një gjë normale, dhe përveç privilegjet dhe respektit që e gëzojmë në Kosovë, është edhe një përgjegjësi e madhe për shkak që unë jam nga Shkupi, nuk ndihem as pak i huaj, jam shqiptar, jam kosovar, mundohem që në mënyrën sa më të mirë të prezantojmë futbollin kosovar, por të prezantojmë edhe mentalitetin e trajnerëve kosovar në arenën ndërkombëtare. Thashë edhe një herë, është një privilegj, është një respekt i madh, por edhe përgjegjësi patjetër. Trajner, një pyetje kam në lidhje me punën e një suksesit të arritur me ekipin e dritës, padyshim përveç asaj pjese që duket, pra jeti me punën, me stafin e madh që bën punën e jashtëzakonshme me vetë lojtarët, po ashtu edhe për kraja dhe mbështetja e tifozëve, a ka dikush që nuk duket dhe është jashtë prapas skenës dhe ka punuar fort për këtë titull? Stafi mjekësor. Në këtë vit kam pas shumë punë ato, kem pas shumë dëmtime. Amo jo vetëm me juve, ka pas edhe me lojtar kundërshtar sa që i kanë ndihmuar atyre. Po, ajo është çdo kush që është në subjektin e mjekësisë, patjetër që kanë për detyrë secili të ndihmojnë, pa marrë parasysh ne jemi rival ose kundërshtar në fushë, por kur dikush ka nevojë për ndihmë, gjithmonë janë këtu, jo vetëm stafi mjekësor, por secili është i gatshëm për ndihmë. Ato kanë pas shumë punë këtë vit, por jo vetëm ato, duhet normal edhe drejtues që përveç organizimit ndeshjeve, përveç punës që duhet më marrë me klubin, gjithmonë në prapasken kanë punuar për të rinovuar kontratën këta futbollistë që ju s'ka dhënë kontrata, dhe unë mendoj se kanë bërë një punë të jashtëzakonshme. Kemi një bashkëpunim të shëndosh me drejtues, sidomos me drejtorin sportiv, ku çdo kërkesë jona mundohet të realizohet. Normal që nuk realizohen gjitha, por çdo kërkesë që është e mundur realizohet, dhe ato janë stafi mjekësor dhe drejtues janë gjithmonë në rrhije. Sa aktorët kryesor dihet që janë futbollistët në fushë, por
edhe këto nga jashtë japin maksimumin për për të pasur ne kushte të mira për të servitur, për të dhënë maksimumin. Nëse kthehemi pak në gjysmën e këtij edicioni ku kishim Conference League-ën, besoni kemi udhëtuar shumë shpesh edhe me aeroplan privat, kemi ndëjtur në hotelet më të mira. Kjo është për kushtim dhe punë e drejtuesve tonë, nuk është puna jonë, por gjithmonë kanë pas dëshirë që ekipi të ndihet si një ekip evropian, e jo të shkojmë nëpër aeroporte, të humbim orë të tëra duke pritur linjat, por kemi udhëtuar me të vërtetë si një ekip e madhe evropiane dhe këto rezultate nuk janë rastësisht. Kjo puna e një klubi futbollistik është punë kolektive, nuk veçohet një individ, po nëse në rast mos arritjes së objektivit gjithmonë etiketohet trajneri, që është jo vetëm tek ne, po është në gjithë botën, po kur është në pyetje suksesi, gjithë kanë pjesë për këtë sukses, gjithë kanë merita, por edhe njerë po them më meritorit janë futbollistë. Trajner, një pyetje të fundit e kam. Okay. Trajneri më i suksesshëm në futbollin kosovar, me titujt, po e tregon vetë veprat që ke bë. E ke arrit me dërgu ekipin në fazën eliminuese të ligës së konferencës. Titujt i ke fituar gjitha. Çka tash me ekipin e dritës? Cili është synimi i radhës apo ku do mundohet trajneri? Gjithmonë mundohem me bëu progres në karrierën time, po duke e llogaritur karrierën time, llogaritet edhe çuria e klubit ku punoj. Tani jam te drita dhe ne këtë vit banojmë një sukses historik. Dhe gjithmonë shohim progresi të jetë një hap më të tjerë. Për mua dhe besoj që edhe për futbollistët duke ja imponuar atë në trurin e tyre, duhet jetë Europa Liga. Domethënë nëse ne arrim të kvalifikohemi në Europa League, është një hap drejt progresit. Nëse nuk arrim, të paktën unë mendoj që duhet jemi të kënaqur në fund, edhe nëse përsëritet të njëjti sukses, por nëse mendojmë që të rrim vetëm te suksesi i njëjtë, atëherë nuk mendojmë mirë dhe nuk jemi profesionist. Një sportist gjithmonë duhet të jetë optimist dhe gjithmonë duhet të kërkon më shumë nga vetja. Jam i bindur që ne mund të japim më tepër si stafi, drejtues, pashë dhe futbollistët dhe synimi jon kryesor do jetë Europa Liga dhe nuk është asgjë që nuk është e arritshme, por duhet normal nëse kemi pas shumë sakrificë këtë vit, se ka qenë risi për neve edhe për mua si trajner dhe për ekipën. Tani jemi me një eksperiencë pak më të madhe, e dim si duhet menaxhohet kur ke ndeshje çdo 3 ditë dhe besoj që do bëjmë progres në edicionin e ardhshëm 2026-27. Trajner, shumë faleminderit që gjithë kohën dhe ishe pjesë e emisionit Pazita Sportive. Ishte kënaqësi.